Dy shtetas të Kosovës janë ekstraduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të gjykuar lidhur me një akt akuzë që autoritetet amerikane kanë ngritur për ta. Bëhet fjalë për dy të rinj, Ardit Kurtleshi 26 vjeçar dhe Jetmir Kurtleshi 28 vjeçar, të cilët ishin arrestuar me 22 dhjetor të vitit të kaluar në bazë të kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ekstradim. Ata akuzohen se mbikëqyrnin faqen e internetit Raydox, ku bëhej shitja të dhenave personale të vjedhura për kryerjen e krimeve kibernetike dhe mashtrimeve, duke dëmtuar financiarisht qytetarët amerikan. Ambasada e Amerikës në Kosovë ka falendëruar autoritetet kosovare për ndihmën rreth këtij rasti. Ne vlerësojmë shumë bashkëpunimin e vazhdueshëm të autoriteteve kosovare në ndihmën ndaj qeverisë amerikane për këtë çështje, duke forcuar përpjekjet tona të përbashkëta për të mbajtur të sigurt si Kosovën, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara, thuhet në njoftimin e ambasadës së SBA-s. Sipas aktakuzës, Raydox kishte gjeneruar të paktën $230.000 të ardhura që prej kur kishte filluar në shkurt të vitit 2016. Ardit Kurtleshi dhe Jetmir Kurtleshi përballen me disa akuza për vjedhje identiteti dhe mashtrim, të gjitha të lidhura me rolin e tyre si administrator të faqes Raydox. Ata akuzohen se ndër tjerash kishin shitur të dhenat e kredit kartelave të mira viktimave që jetojnë në SBA. Sipas Departamentit të Drejtësisë, nëse shpallen fajtor, ata mund të përballen me 20 vite burg për akuzën e pastrimit të parave, 10 vite burg për mashtrim me kredit kartela, 5 vite burg për secilën nga akuzat e vjedhjes së identitetit. Përveç mbylljes së faqes Raydox, SBA-ja gjithashtu u autorizua për të konfiskuar rreth $225.000 në kriptovaluta nga llogaritë e kontrolluara nga të pandehurit.